momente kam thënë jam shumë i dopt. E disa i dopt isha ose Ronaldo, ty s'ta mërmanja. Po kur s'ja jepsha knasësin tyne me ndje, këtë dopsin Jam djerë edhe unë mrena, këtë jam për shumë me tanin kam konsumu të herë mbas herë një bisedë më personale. Edhe kam thonë që ka pas momente kam qenë. Ronaldo, nuk duhet t'ja japë shkorra aty tjetër. E di si është, këtu, vetëm po t'kishte qenë, e vetëm mënyrë që me kuptu se unë basha si zot shpijet, sepse nuk e jepsha knarësin, kërkuj me më shkel me kam, as me... Po t'kishte hy një qenë këtu, një ratës tip Golden Retriever, a i t'mishte afër, a i e kishte kuptu direkt se sa i dopt jam, sa i e ndjen. Ti është gangster sa dushti, a i e ndjen nga afër se sa kështu e. Po t'kishte hy, a i vetëm a i kishte t'rathu mu. Vetëm a i kishte t'rathu, sepse kishte thanë pritë se ka fika cak. Dhe, pra dhe them, është diçka çuditshme me qira puna qenjve. Si shpjegohet Ronaldo që unë kam përbërgjë, e kam provu, është shumë e çuditshme. Inteligenti, që i majnë këto qenjt me vete që i dalin. Po. Por unë po të thëmë, zgjidhe vetë racën ti. Pitbull, Rottweiler, kërë janë matë agresiv. Një qenë që nuk e kam taku kur, unë kam përbërgjë me afër, dhe i vetëm lpin. Të betohen. Me mask tjetë. Ja heku mask. E dinë mërë njeri si është? Të betohen. Në Shkodër, kur shkojshim në shtëpi, ishin këto qete plerave që i qushin e kazanave. Po. Ato ishin tufa. Po. 12 qenj, 20 qenj. Dhe sulmoshin çdo njeri që u kthete nga puna, se Shkodra shuhet për bicikleta. Dhe ato i vënë edhe mbrapa bicikletave. Sa robi urzote nga bicikleta, domethënë nga Afrika, se i vishin deri te kam të i lehtë. Dhe ushtote lagja. Nana jam a gjallë, e din shumë mirë, Shkodra ishte edhe pa drita. Po? Thëtë nana, a di kur e kuptosha që jetu arë shpi, thëtë? Hajë, thosha nga, pushoshin qenjtë. Të betohen poshtë pallatit. U afrosha, si që ishin të lere për kazana shu, qetë, nuk u të nishin ma. As nuk i fishkullosha, as nuk i thosha hajde këto. Fillote u lvid, e thete bishtin për kazana i të e tundo me thanë, majtas djathas, nga shefi ku dion. S'ke shikim ujku më bu. Jo, nësë që shikimi. Ndjenë atë që nese ndjenë do të nejë. Qeni 1 dhe kali 2 janë kafsht që i qëndrojnë më besnike njeriut dhe i përshtaten jetesës tonë. Pra mund të jetojmë me ta në një ambient. Dhe qeni thashtë edhe që qeni e ndjenë, nuk ke nevoj isti me i thanë o sa i bukur keka, o sa i mirë je. A i ta ndjenë distancë, a i e din shumë mirë, a e donë realisht apo jo.